28 nëntori nuk është një përkujtim, por është një premtim se rrugtimi vazhdon dhe do ta çojmë përpara me të njëjtën kurajo që kemi ndriçuar historinë tonë. Teksa flamuri valvitet mbi Tiranën e rritur, të ndryshuar dhe të afruar me standardet evropiane, le ta kujtojmë të vërtet të thjeshtë dhe të fuqishme. Flamuri ynë nuk valvitet nga era, por nga vullneti. Valvitet mbi një Shqipëri që ecën me një hap të sigurt, mbi një Shqipëri të lirë, të bashkuar, të fortë. Mbi një Shqipëri që e vizaton të ardhmen duke ndërtuar sot shtetin, ligjin dhe besimin tek ai.